SBA dhe Gjermania mbeten për krahës besnik të Maqedonisë për hyrjen e saj në NATO. Ambasadori i SBA-ve, Jess Bailey, porositi se me rëndësi janë zbatimi i reformave të nevojshme prioritare, përforcimi i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe modernizimi i armatës. Prvo, Makedonia Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten partner i Maqedonisë në përpjekjet dhe presim që një ditë do t'ju përshëndesim si anëtare e plot fuqishme të aleancës. Maqedonia patjetër duhet të vazhdojë me reformat e brendshme demokratike, të investojë në modernizimin e armatës dhe të ndërtojë lidhje të fuqishme me fqinjet. NATO-ja vazhdimisht i vërteton përpjekjet e Bukureshtit për antarësimin e Maqedonisë, pasi ajo do të gjejë zgjidhje të përbashkët lidhur me kontestin për emrin me Greqinë, që do të jetë e pranueshme për të dy palët. Nuk ka iluzione se kjo do të zgjidhet gjatë natës, por siç na rikujtoi zëvendës presidenti Mike Pence në Podgoricë, tash është momenti historik në përparimin e rajonit. Ju ftojmë që ta shfrytëzoni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me shumë miq tuaj janë të gatshëm që t'ju ndihmojnë në këtë përpjekje, sepse suksesi do ta përforcojë interesin e përbashkët dhe stabilitetin. Nga ana tjetër, ambasadori gjerman, i cili fliste për incidentin diplomatik me Serbinë, theksoi se sidomos e rëndësishme është që të punohet vazhdimisht në bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e mira ndërkombëtare, të cilat janë kyçe për stabilitetin. Një proces i këtillë të thellë të reformimit kërkon shumë angazhim dhe guxim. Patjetër duhet të japim mirënjohje më të madhe për atë se shoqëria e Maqedonisë, si dhe shumë shoqëri të tjera në Ballkanin Perëndimor, gjendet në mes të një procesi shumë të madh të rikonstruimit, nga aspekti ekonomik, politik dhe social. Duhet të kuptojmë se këto reforma janë të vështira. Ato nuk janë një shërbim ndaj NATO-s, por janë në interes të vetë Ballkanit Perëndimor. Si anëtare e NATO-s duhet të ndërmarrim hapa konkrete dhe të zhvillojmë ide të freskëta për realizimin e procesit të anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në NATO. Anëtarësimi në NATO dhe BE janë mënyra më e mirë për stabilizimin e Maqedonisë dhe rajonit në afatgjat. Gjermania ju përkrah në këtë proces. Sipas ministrit të punëve të jashtme, Nikola Dimitrovit, i cili ishte një koqir i konferencës Maqedonia drejt anëtarësimit të plotfuqishëm në NATO, është e nevojshme që Maqedonia sa më shpejt të bëhet anëtare e NATO-s dhe për këtë qëllim punohet me përkushtim edhe brenda ashtu edhe jashtë vendit. Dëshirojmë të jemi antarja e 30 e NATO-s dhe për këtë qëllim jemi përkushtuar dhe punojmë edhe brenda edhe jashtë vendit. Në esencën e agjendës vendase të reformimit të kësaj qeverie është ndërtimi i institucioneve të fuqishme dhe demokracisë ku qytetarët do ta kontrollojnë pushtetin, ndërsa jo pushteti t'i kontrollojë qytetarët. Këtë do ta bëjmë para se gjithash për vetë ne, por kjo do të mundsojë që të mënjanohen edhe disa prej vërejtjeve shtesë të cilat na dërgoi Aleanca nga samiti i Varshavës. Konferenca u mbajt në bashkëorganizim me Institutin e Hulumtimeve Gjeostrategjike dhe Politikës së Jashtme në kuadër të MPJ-s, Qendrës Evropiane për Studime të Sigurisë, George Marshall, dhe alumni Asociacionit të Qendrës Marshall në Maqedoni.